fëmijën edhe Vjeta me komente, ndoshta negative dhe me paragjykime je përballë edhe ti vet edhe për shkak të martesës edhe bashkëshortit tënd, ndoshta diferenca në moshë këtë pjesë e gjyku Këtë e kënë cekon, jo që e kanë cek portalit. Ty nuk është që të kanë diku e ke marrë mënyrën më të qetë të mundshme. Ç'është e mundur? Jo, për para tash ju e një kreto vajzat reja dhe tash ne e dim që në përgjithësi komentet nuk kanë qenë falë zotit se tash jemi këtë njerëz të kohës moderne, por edhe në kohën e mamit tem, unë e di që ka pas shumë ftyra publike, ftyra të famshme të televizionit, gazetar që kanë marrë edhe në atë kohë bura më të ri. Ndoshta në të kaluarën, në përvendet rurale, pra po dalim kështu, kanë marrë gra shumë atë reja, dihet përse, ka qenë mirë qenja, për me linë fëmijë sa më shumë, ditë sotit burat nuk po dojnë fëmijë ma shumë, s'po dojnë përgjithësi, jënë menqëru për e quja, të bëgoj pak hajgare. Por që ta mam puna, bile dhe në anën biologike, psikologët zja, kështu apajtosh, ma mirë është me marrë burat pak më të ri. Zakonisht burat po jetojnë ma pak, shto që na nuk po kena e bëni tani moshën një balans. Shto që mës ma marrin një nati kur burat mujnë me marrë gra më të reja, është diqka që... Unë mendoj si është individuale. është është mire dhe qa e gjenë dashurin është normal, tash ajo mbarët edhe që shpështatë. Po dilë kështu që është si qikë e re, halo shumë e re, edhe... Ne su konë moshën 17 veçare, me së shumë të tashë. Faleminderit për komplimentet. Me konkuru pravëlla i bëngar, ka gjakport. Me bikini, marrë pjesë të... Fucion me djilë, se për musafirët nuk e kum ditën.